Sa ka mon Venecie, rrisha përballë Mestre. Kjo është Venecia. Do me thonë jam hyrje. Edhe erdha me autobus. Autobusi shumë i javashtë, fakt. Nga Mestre direkt këtu. Mestre është përballë Venecias. Venecia është përballë ishullit Venecias. Edhe erdhëm tani do eksplorojmë qytetin. Këte janë varkat që shkojnë në për vende. Edhe do shohim se si është Venecia. Qia të në ra, po ne nuk na prish fund. Unë nuk prish fund personalisht. Këto rrugicat e Venecias disa, kështu duket qyteti. Shumë vend i bukur dhe interesant, si çdo kush duhet ta vizitojë këtë vend. Këtu janë edhe rrugicat e Venecias, kështu duken, shumë interesante. Këtu janë të një si tip pazari, si shesin gjana ushqime deti, dhe me thonë, pesh, gjana, fruta, ka shumë njerëz, si plen, lule, seme. Tu ka marrë gondolen nga kjo anë përballë, shkojmë te ana përballë tjetër, vetëm 2 euro kushton, ka vend është, dhe me thonë, ka ma e djerë, si kushton vetëm 2 euro, tjerë kushtojnë rreth 20, të bëjnë gujtë të në qytet. Kjo është eksperienca, edhe kështu, shumë interesante duket. Këtu jam te ura Rialtos, një nga vendet më turistike këtu në Venecie. Ka shumë njerëz, shumë turista. 2 fjalë shkurta për Venecien. Venecia ka rreth 250.000 banor, bashkë me komunat e veta. Është nga vendet më turistike si ka Italia. Përbet nga 100 ishuj, ka 100 ishuj të vegjël. Edhe nga shekulli 7 deri në shekullin e 17 ka qenë republikë veti, dhe me thonë, ka qenë shtet në vete. Këtu jam të një kishë të në Venecia, që e kisha e shënë Salvadorit, dhe kështu duket nga mërëma. Rastisi ditë shiu dhe nuk ka shumë turista në rrugë, do me thonë plot ka pas, po në krahasim me ditë tjera na thonë se s'ka sëm. Këtu janë disa nga rrugicat, do me thonë rrugicat më të teksume se kanë ma kryesore. Dhe këto shikoni sa bukur kalon uji midis qyteteve, midis shtëpiave. Këtu siç ju thash, te ishulli i San Marcos, do me thonë te ishulli kryesor i Venecias, ishin hotelet shumë më të shtrenjta, po më shku përballë në Mestre janë gjysmëmi, pak a shumë. Varet, duhet mi kontrollu në bookings. Këtu pra është pjaca San Marcos në Venecia, vendi më turistik dhe si me thonë kryeqendra e Venecias është këtu. Lot njerëz, jo edhe shumë se ju thashë sot këshi, do me thonë kjo shish dhe ish plot me njerëz, rastisi shi, aty duket është kisha e San Marcos, mos u gabosha. Kjo është pra kulla. Shumë vend i bukur, shumë vend i bukur e interesant. Këtu jam nga një vendat më kryesor këtu në Venecias, janë të anijet e vogla si vinë parkujnë vinë turista. Dhe kështu duket si tip porti i vogël, në anijet vogla, këtu kalojnë anijet e vogla. Dhe kështu duket Venecia nga këtu. Si që shikoni këtu, kjo rrugit quhet Calle dei Albanesi, si do thot rrugica shqiptarve. Këtu në Itali, sidomos në jug e dim gjithë sa ka pasur bërë shumë, dhe kanë lënë shumë, do me thonë komuniteti i arbërshve kanë lënë shumë ndikim në Itali. Normal kanë ardhur para shumë vite shtu. Dhe ka shumë emra albanezi, shumë emra si lidhen me rrënjën e tyre arbërnore. Dhe gjithkohë mund të shikoni albanezi, gjanat për ne, për Shqipërinë, dhe me thonë, mi emra njerëzve, sidomos njuk, po kam diku edhe këtu në Venecia si duket. Kjo pra është rrugica e shqiptarve e përkthyer në Shqip. Ajo ura si shifni aty mrapa, ishte ura si kaloshin nga gjykata në burg, burgagjite e Venecias këtu, dhe quhet pak a shumë si ura mërzitjeve, ndryshe quhet taman italisht, po e përkthej pak a shumë shqip.
ajo ura aty kaloshin, u dënoshin të gjykata, kaloshin burg. Prandaj ja kanë bua atë emërtim. Këto anijet e vogla gondola, si janë private, bajnë diku 100 euro, kurse ato si janë publike, bajnë diku 20. Ajo si po ta marrën që janë që në të tjere ty, bate 2 nga që është i transportit publik. Shikoni edhe i vend këtu sa i bukur. Dhe hoteli si ka marrë, quhet Club Hotel, është në Mestre, si që ju thash edhe më parë, diku bënte 60 euro nata bashkë me mjes, për 2 persona. Kjo është Venecia gjatë natës, nuk ka lëvizjen si ka gjatë ditës. Këtu kalojnë anijet e qytetit. Një pjesë është kjo, ka gjatë fund, po të si të shkosh, pa ka shumë ka kështu që kalojnë anije, po një pjesë është kjo. Këtu, makina nuk ka këtu në qytet. Gjitha transportet, gjitha shërbimet bëjnë përmes barkave të vogla. Edhe kështu. Nërkohë turista nuk ka shumë tani ndarë, s'kishte shumë. Si duket, është kultura këtu në Venecia me dalë ma shumë ditën, jo është shumë natën. Ne këtu është pjaca kryesore si që tregova edhe në mes, pjaca e San Marcos. Gjatë natës, shikoni si është. Eci me edhe rrugicat Venecias gjatë natës. Kështu duken rrugicat. Alla Ferrovia këtu. Kështu janë. Tani ka marrë në Treviso të Italisë, është një 40 minuta larg Venecias. Këtu është aeroporti si lidh Tiranën me Venecën, domethënë. Këtu është aeroporti, këtu afër është 20 minuta prej qendrës Trevisos. Erdhëm të shikojmë edhe Trevison dhe bajna gati avash-mik për aeroport Munis Parinas. Pjaca kryesore këtu quhet Piazza de Signori. Këtu prap jemi në Treviso, këto janë një nga kanalet që kalojnë midis qyteteve. Treviso ka rreth 85.000 banor, është një qytet i vogël, edhe elegant. Dhe këtu është përjardhja e amelsinës tiramisu, si është një amelësirë e njoftën shumë në botë. Tiramisuja ka dalë nga ky qytet. Këta kanë shpikë si amelsinë. Aeroporti Trevisos, gati për Tiranë. Kjo është e video, shifna shumë shpejt në video tjetër.